Kryeministrit Edi Rama ju dorëzuar progres raporti nga ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin. Në konferencën për shtyp shefi i qeverisë shqiptare, pas se vlerësimi i Komisionit Evropian fakton se Shqipëria meriton hapjen e afërt të negociatave. Rruga për hapjen e negociatave kalon nëpërmjet reformës në drejtësi, ku vlerësohet ecuria e mirë në përgatitjen e reformës në drejtësi dhe angazhimi për të siguruar një reformë gjithëpërfshirëse dhe të thellë. E nënvizova këtë për të gjithë ata të cilët synojnë të thonë të kundërtën dhe në fakt mungojnë në këtë thirrje kombëtare. Sipas kryeministrit, progres raporti rrëzoi akuzat e opozitës që flisnin për një administratë të politizuar, pasi vlerësohet se reforma ka qenë solide, sikurse bien edhe akuzat ndaj policisë së shtetit, pasi vlerësohet lufta ndaj krimit dhe trafikut të drogës. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë dëgjoi për 27 minuta leximin që i bëri kryeministri i progres raportit dhe vetë ajo përmbledhasi e cilësoi atë një raport të mirë për Shqipërinë, por thanë se ka ende shumë punë përpara. Is successful adoption of the comprehensive judicial reform package. Veç prioriteteve është i rëndësishëm edhe integriteti i njerëzve që duan të mbajnë poste publike, sikurse edhe veprime për konsolidimin fiskal dhe ekonominë informale. Si zakonisht në daljet e fundit, Rama nuk harroi as tiradën ndaj medias dhe epiteteve ndaj saj. E përdorin median për të bërë shantazh, e përdorin median për të vënë gjoba, e përdorin median për të çuar mesazhe pasi bëjnë kërkesa të cilat janë të paplotësueshme. Dhe ta harroj çdo pronar media në Shqipëri se do të marrë nga kjo qeveri një gjë të palishme se ka në dorë një top me cilin gjuan me balt mbi qeverinë. I pyetur nëse dorëheqja e ministrit të drejtësisë Nasip Naço ishte një shantazh nga Ilir Meta për të bërë ndryshime të tjera në qeveri, Edi Rama u shpreh. Çfarë të komentoj? Këto janë lajme nga Kneta. Ndërsa kreu i kuvendit Ilir Meta dha këtë përgjigje kur u pyet për ndryshime të tjera në qeveri. Ky ndryshim absolutisht do t'i shërbej impulseve të reja, jo vetëm se takon reformës në drejtësi, jo vetëm se takon rritjes transparencës dhe sidomos rolit të Ministrisë Drejtësisë në këtë drejtim për gjithë qeverisjen e vendit, por edhe luftës kundër korrupsionit. Edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori progres raportin e Komisionit Evropian që sipas kreut të opozitës përcjell shqetësime të mëdha për situatën që po kalon vendi. Ai bëri përgjegjës kryesor për moshapjen e negociatave kryeministrin Edi Rama. Qëndrimi zyrtar i kreut të ekzekutivit tregon se kjo shumicë dhe ky kryeministër në vend korrigjimit të kursit të gabuar politik, që është përgjegjës për mos hapjen e negociatave të Shqipërisë 20 muaj, 1 vit e 8 muaj pas marrjes së statusit kandidat, i la vend edhe një herë një shfaqje as pak prej shtetari, një shfaqje butaforike, sulmesh, kundër cili do që kishte përpara, duke përfshirë dhe median,